edhe ai është një sulm terrorist. Asnjëherë nuk e kam menduar ndërheqjen Mes tensionesh e protestash pranuan detyrën. Ndërkaq, 4 kryetarët e komunave veriore të Kosovës pritet ta dorëzojnë atë me datë 5 dhjetor 2025. Se e kanë menduar dorëheqjen, cilat kanë qenë sfida dhe si po e lënë sot komunën, rrëfen për kallzo.com kryetari në IK i Zveçanit Ilir Peci, po ashtu Izmir Zeqiri nga komuna e Zubin Potokut. Nesër, me datë 5 dhjetor 2025, në zyret e komunave veriore të Kosovës pritet të kthehen kryetarët serbë. Fillimisht na dim se qysh kemi pranuar dhe kemi marrë si qeverisin, qysh në vitin 2023, as pak s'ka qenë lehtë. Do thot për shkak situata cila ka qenë në atë kohë, kemi vazhduar do thot pa drejtor, pa zyrtar dhe ndërkohë jemi munduar me plotësua disa numra të zyrtarëve. Kemi vazhduar besoj se bas që kemi pranuar situatën, kemi arrit shumë mirë në komunën Zveçanit të punojmë. Për herë të parë në veri të Kosovës kur u mbajt kuvendi dhe u festua dita e 28 nëntorit, do thot në vitin e kalum, në sallë kuvendit të 34, do thot përmise ndoshta 300 vetë kanë qenë pjesëmarrë. Edhe asnjëherë nuk më ka larguar mendja për të ditë situatën e cila jemi këtu, derisa e kemi përfunduar fjalimin tim. Asnjëherë mos të shkeli ligjet e Republikës Kosovës, kjo unë ka interesuar, asnjëherë s'u ka interesuar frigat nga s'u ka nërë vazhdimisht, do thot, edhe jeni të njoftuar sigurisht, sidomos në fillim nga lista sërbe, do thot, disa orët para gazetarët të Beogradit, unë ja kam shpjeguar pikat shkurta se me kërcënime mos mundën më largua. Jo, ndoshta se vazhdimisht, do thot, të gjithë buan ato kanë qenë njoftuar policia, do thot gjithë buan një mësirë në ato se nuk mundën me kërcënime më largu derisa shteti jam. Jo marrë në mënyrë ligjore, e respektoj ligjet e Republikës, shtetit tem, asnjë gjë s'po e marr deri. Zakonisht në thirrë fillimisht do thot më largu pi objektet, pastaj me dhënë dorëheqje, mirë po asnjëherë nuk kam bërë përshtypje, vetëm i kam njoftuar policinë dhe e kemi vazhduar prapë. Asnjëherë nuk e keni menduar dorëheqjen. Asnjëherë nuk e kam menduar dorëheqjen, absolutisht. Edhe ai është një sulm terrorist, siç jam shprehur qysh natën e parë, qysh kur ka ndodhur, ishte sulm shqetësues edhe i shumë i dëmshëm, do të thotë, mirë po ja që prej atëhershit duket janë marrë disa të dyshuar mekanizmi sigurisë ka punu, edhe është duke punuar drejtimin e zbulimit të rastit. Sfida më e madhe ka qenë ai kundërshtimi i ashpër që sulmuan, domethënë grupet kriminale në organizuan aq protestat e fuqishme sa që sulmojshin organet e rendit, na pengojshin administratën, sulmojshin organet e KFOR-it, mirë po me gjithë angazhimin maksimal që edhe unë edhe ekipa natyrisht ju fal mekanizmit sigurisë, do të thotë vitin e parë arritëm që të stabilizohet gjendja, që të krijohen kushte për normalitet, për shërbime normale, do të thotë, që të hinë funksion edhe zyret në shërbim qytetarit, dhe gjitha këtu fillimi ishte sfide madhe, akoma ka sfida, natyrisht që ne jemi në gjendje gatishmërie që kurdo që të marrin mandatin e plotfuqishëm, të bëjmë pranim të dorëzimit, të urojmë, domethënë, edhe detyrat, unë jam i gatshëm, do të thotë, unë për mua është më rëndësi që të zhvillohen procedurat e duhura. Betimin si kryetar komune, përveç kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili u betua në objektin e komunës, 3 kryetarë tjerë i Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit nuk u betua në objektet e komunave, por në shkolla dhe zyre të bashkësisë komunale. Në një komunikat zyrtare, policia e Kosovës kishte thënë se 5 polic u lënduan, 4 vetura u dëmtuan të policisë, njëra prej të cilave u dogj.
ndërsa sipas forcave të rendit u dëgjuan edhe të shtëna nga arma e zjarrit. Në mënyrë krejtësisht të pazakont në përcjellje të policisë e mes tensionesh, kryetarët në Leposavić, Zveçani e Zubin Potok, pas ditën e së premtës së 26 majit 2023, u futën në zyrat e punës. Më 29 maj në orët e hershme të mëngjesit, qytetarë serb ishin mbledhur sërish pranë objekteve komunale në 3 komunat e veriut të vendit. Ata do të kundërshtonin sërish futjen e kryetarëve shqiptar në objektet e komunave. Në veri, prezencën e kishte shtuar misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR. Derisa kundërshtimi serbëve lokal vazhdonte në veri të vendit, ambasadorët e vendeve europiane dhe ai SBA-s kishin nisur përpjekjet për ta bindur kryeministrin Kurti që veprimet përmes policisë të ndalonin dhe situata të qetësohej. Përpjekjet e ndërkombëtarëve nuk patën sukses të hënën. Gjatë të njëjtës ditë, përplasje mes protestuesve që policia e Kosovës i quajti grupe kriminale dhe ushtarëve të KFOR-it ndodhen. Përpasoj rreth 30 ushtarë të misionit të NATO-s u lënduan në mesin e tyre italian dhe hungares. Më vonë 3 nga ushtarët u konfirmua se ishin të plagosur nga arma e zjarrit.